u deklarua që Greqia do të ushtrojë të drejtën e 12 miljeve të drejtit territorial. Deri atëherë ajo nuk e kishte shpallur një diçka të tillë, pavarësisht se i lindsi e drejtë që nga viti 1995 ku kanë shkruar një marrëveshje përkatëse në këtë histori, tha që unë për jorin verior do të insistoj të ushtroj të drejtën time prej 12 milje detare të detit territorial. Kjo tashmë e ndërlikon shumë historik, për arsye sepse kur u bë marrëveshja në parim e pa formalizuar, në një farë mënyrë u reflektua edhe kërkesa e gjykatës tonë kushtetuese, deri atëherë Greqia pretendonte 6 milje, tani më kërkoi 12 milje detare. Dhe ndërkohë, qeveria greke procedoi edhe me një akt tjetër normativ, mbylli xhiret dhe vendosi një standard të ri të matis. Sigurisht ajo referohet të drejtës ndërkombëtare dhe drejtës së detit, por kjo komplikon çështjen e të drejtave të Shqipërisë, për arsye sepse ngushtica ndan gjirin e Sarandës nga Korfusi dhe nga bregdeti kontinental i Greqisë është shumë e ngushtë. Nuk ka aty hapësirë, nuk ka 12, nuk ka 24 milje detare. Gjërat mbi vendosën dhe në këtë pikpamje, po qëse Greqia do të insistojë, sikundër po insiston që të aplikojë sovranitetin e saj të 12 miljeve detare të mes, zonat mbi vendosën dhe këtu preket Shqipëria. Dhe këtu cënohet padyshim edhe